para 15 vjetësh që ne e bëm këtë, edhe në këtë rast, ka pasur tamam shkopi në rrota, ata të cilët nuk ishin në gjendje, madje arritën që të na e dështojnë këtë gjë. Megjithse edhe Ministria dha urdhër që do fillonin të përdoreshin tabelat digjitale, ajo nuk as e kuptua se si u prish ai urdhër. Dhe mendoj që ajo ishte një politikë arsimore 15 vjet përpara, prandaj them që ne ecim parë, mendo ku do ishim sot. Jo, po s'ka internet. Ne kishim dhe një gjë që ne shkarkonim librin dhe sot e kësaj dite dhe nuk ka nevojë fare të punosh me internet. Pra, e kishte mënyrën, e shkarkoi dhe punoje, edhe punoje atë libër. Do me thënë, shpesh ti e ke dhe nga konkurenca, po kjo konkurencë kur hyn dhe atje lart, prishën rregullat e lojës. Se këtu është gjithë problemi. Kur prishën rregullat e lojës, sistemi ne ndonjëherë nuk e besojmë ligjin. Nuk e beson, sepse ndonjëherë ligji bëhet vetëm për 5 vete. Dhe njerëzit nuk është se nuk e kuptojnë. Se s'ka budalli sot që të mos e kuptojnë atë gjë.